të cilët e kundërshtojnë nga brenda, me gjas, mendoj unë, ka qenë edhe votimin në atë farfrymë. Se ty mendon që e ka detyruar dikush tjetër? Unë nuk mendoj që e ka detyruar dikush, mos më keq kuptoni. Po kështu po unë e shoh sepse mos harroni. Në disa votime, Lidha Demokratike e Kosovës nuk ka marrë pjesë fare në votim. Dhe pastaj, domethënë ke pas një PDK e cila ka abstenu, dhe në anën tjetër Lidha Demokratike e cila nuk ka marrë pjesë fare në votim, sepse ka konsideruar që është domethënë shkelje e kushtetutës pjesëmarrja në votim. Dhe çka po them unë është kjo. Krejt që ato akuza cilat ja bën pra Albin Kurtit, ai ka mujt me dal edhe me ardh, qoftë në njërin prej takimeve cilat i ka thirrë. Ti ato të fytyr? Po sigurisht. Të vi në ndonjërin prej takimeve cilat ne kemi thirrë, edhe i kemi thirrë në kuptimin më të mirë me, ta themi, arsyeën tonë institucionale që ndërtojmë frymë bashkëpunimi me Lidhën Demokratike të Kosovës, sepse elektoratet tona megjithatë janë të përafërta, edhe në kuptimin programor, mendoj që edhe qytetarët të shohin një lloj parafrie. Edhe çka bën ky, leje që i lënë edhe ata votues e elektorat të vetin, pra duke u mundu që me çdo kusht t'i shtyje pra drejt Partisë Demokratike, që e tha dhe Kurti. Ne kemi thënë qeveria ta kanë thonë ne po vim në rregull, mirë po vim me Partinë Demokratike duke dash që ta kenë një qeveri. S'mund ketë vendimarrja aktualisht pa PDK-n. Po siç po shihet po kushtrim, unë nuk po muj me kuptu. Pra vetëvendosja e ka fitu besimin e qytetarëve, në ndërkohë kërkesën e parë për koalicion e kemi pas drejt për drejt, domthonë ose ju kemi drejtu pra Lidhës Demokratike të Kosovës. Edhe ato në formë më transparente të mundshme. Ju i keni drejtuar, po unë po them, ju po thoni që ata s'mund të lëvizin asgjë, s'mund asgjë pa PDK. Po lëvizin. Okej, zona Feza, pyetje për juve. A meritojnë qytetarët e Kosovës vazhdimisht ta kenë në piedestal çështjen e zgjedhjeve, nga zgjedhjet në zgjedhje dhe përsëri zgjedhje? Kryeministri në detyrë sot kryetari juaj, zoti Albin Kurti, tha mund të pasojnë edhe 2 palë zgjedhje të tjera, përderisa Kosova ka halle të tjera. Kosova është duke u ballavaçuar me masa. Kosova ka një dialog strategjik të pezulluar.